Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku i jep urdhër nuk duhet të konsumoni vaj ulliri nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Vaji i ullirit është një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Përmban fenole sterile dhe acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmitik, acidi oleik dhe yndyrna esenciale, të cilat e bëjnë pa diskutim mbretin e tryezës për një shëndet sa më të mirë. Konsumi i tij është i sigurt nëse merret ashtu siç është nga goja ose aplikohet në lëkurë. Mirë po studime të ndryshme kanë treguar se vaji i ullirit nuk është i tolerueshëm në qoftë se konsumohet në këtë gjendje. Diabeti. Vaji i ullirit mundet që të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Për këtë arsye, të gjithë personat e prekur nga diabeti duhet që të kontrollojnë vazhdimisht nivelet e glukozës dhe të insulinës, ndërkohë që përdorin vaj ulliri. Mos konsumoni vaj ulliri para një ndërhyrje kirurgjikale. Vaji i ullirit mundet që të ndikojë tek sheqeri në gjak, duke ndikuar kështu në mbajtjen nën kontroll të gjatë të tij edhe pas operacionit. Mos përdorni vaj ulliri 2 javë para operacionit. Mos konsumoni vaj ulliri në qoftë se po trajtoheni për tensionin e lartë të gjakut. Përdorimi i vajit të ullirit së bashku me ilaçet për tensionin e lartë të gjakut mund të shkaktojnë ulje të këtij të fundit poshtë normales. Përpiquni të monitoroni në mënyrë vigjilente dozat e tij gjatë ditës. Gratë shtatzëna dhe ato të cilat e ushqejnë fëmijën me gji nuk ka mjaftueshëm të dhëna rreth sigurisë së përdorimit të produkteve të vajit të ullirit gjatë shtatzanisë ose kur ju ushqeni fëmijën tuaj me gji. Mos e përdorni në sasi të mëdha, veçse nëse përdoret zakonisht në ushqime. Këto janë arsyet se pse nuk duhet që të gatuani me vaj ulliri. Vaji i ullirit, siç e përmendëm në fillim, është një nga produktet më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Mirë po ekzistojnë disa arsye se pse ju nuk duhet që të konsumoni vaj ulliri, sidomos të gatuar. Kjo për shkak se nxehtësia mundet që të humbas vlerat e tij. Vaji i ullirit njihet për vlerat fenomenale që ofron në organizmin e njeriut dhe studime të shumta kanë treguar se njerëzit të cilët konsumojnë rregullisht vaj ulliri janë më pak të prirur për të vuajtur nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak dhe nivelin e lartë të kolesterolit në gjak. Por, kur vjen puna tek gatimi, temperatura e lartë është armiku i tij më i madh. Antioksidantët do të shuhen. Sipas ekspertëve, vaji i ullirit përmban shumë polifenol mirëbërës për shëndetin e zemrës, të cilët shkatërrohen në temperaturë të lartë. Polifenolët janë të pasur me antioksidant të cilët degradojnë kur vaji nënshtrohet në temperaturë të lartë dhe të vazhdueshme. Në momentin që vaji nxehtë nis dhe të lëshojë tym, të gjitha substancat mirëbërëse shpërbëhen dhe formojnë agent të dëmshëm kimik dhe të pashëndetshëm. Acidet yndyrore shkatërrohen plotësisht. Vaji i ullirit është një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6. Këto acide janë ekstremisht të ndjeshme ndaj nxehtësisë, që do të thotë se kur vaji nxehet shumë në temperaturë të lartë, këto acide të dobishme shkatërrohen. Kjo nënkupton se përdorimi i vajit të ullirit në gatim nuk është një zgjidhje e mençur, sepse nuk sjell as edhe një përfitim për shëndetin. Nxehja nxit tymra toksik. Vaji i ullirit ka një pikë shumë të ulët djegje dhe në momentin që e kalon këtë nivel, ai lëshon tymra toksik. Gatimi me vaj ulliri në një temperaturë të lartë nxit çlirimin e disa molekulave. Ekspozimi afatgjat ndaj të cilave shoqërohet me probleme shëndetësore.
Mënyra më e shëndetshme e përdorimit të vajit të ullirit është pikërisht duke e hedhur atë në sallatë, perime të gatuara me avull, supë apo edhe ndonjë fe të bukë. Sipas studimeve, konsumi i një luge me vaj ulliri esëll në mëngjes ofron disa benefite tepër të rëndësishme dhe të fuqishme gjatë gjithë ditës. Gjithashtu, përveç kësaj, vaji i ullirit, siç e përmendëm, ka efekte pozitive në shëndet dhe këtu ju do të mësoni se çfarë i ndodh trupit tuaj nëse pini vaj ulliri me stomakun bosh. Vaji i ullirit mund të konsumohet në gjellra dhe në sallata, por a e dini se çfarë ndodh në qoftë se ju pini një lugë gjelle vaj ulliri çdo ditë me stomakun bosh? Vaji i ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole sterile dhe acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmitik, acidi oleik dhe gjithashtu yndyrna esencial për një shëndet më të mirë dhe për të qenë lehtësisht i tretshëm. Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, atëherë ne ju sugjerojmë që të pini një lugë gjelle me vaj ulliri në stomakun bosh. Gjithashtu, acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta i mbrojnë qelizat dhe gjithashtu përmirësojnë ndjeshëm funksionet e sistemit tuaj imunitar. Ushqen fytyrën e thatë, aknet dhe rënjen e flokëve. Vaji i ullirit nuk duhet që të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos në qoftë se e ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ose i kombinuar me të kuqe veze, pure karrotash ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të ndjejë menjëherë ndryshimet e para. Mëlçia është një ndër organet më të rëndësishme të sistemit tuaj tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjitha elementët ushqimor, yndyrë, proteina, karbohidrate, vitamina, kripra minerale e të tjerë. Prodhon njëkohësisht edhe substanca për të përthithur vitaminën K dhe ndihmon në përthithjen e vitaminës A nga beta-karoten. Prodhon enzima për të tretur ushqimin. Funksionon si një detoksikues për të larguar lëndë toksike të cilat janë marrë nga ushqimi apo janë prodhuar në aparatin tuaj tretës. Por, si çdo organ tjetër, edhe mëlçia juaj ka nevojë që të detoksifikohet. Përzgjini një lugë gjelle me vaj ulliri dhe një lugë gjelle me lëng limoni dhe pijeni esëll çdo mëngjes. Vaji i ullirit nuk duhet që të mungojë kurrësi në regjimin ushqimor të prekurve nga diabeti. Madje sipas mjekëve ata duhet të konsumojnë njëkohësisht vetëm ushqime të gatuara me vaj ulliri pasi ul nivelet e kolesterolit të keq dhe balancon nivelet e kolesterolit në gjak. Rënja e gjoksit është e natyrshme. Kur gjoksi humbet fleksibilitetin dhe elasticitetin, duhet thënë që gjoksi nuk ka muskuj. Ai përbëhet nga indëse lidhse dhe gjëndra që prodhojnë qumësht. Që ta mbani gjoksin në formë duhet të tregoni një kujdes të veçantë për të. Për këtë arsye, masazhimi i tij me vaj ulliri pas dushit, por edhe në momente të tjera të ditës, është një plus më shumë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.